Do mbyllet TikTok-u the? Qa po ndodh? Qeveria shqiptare ka vendosur të mbyll TikTok-un zyrtarisht në datën 15 mars. Po, 15 mars, do bësh muzik vetëm në YouTube tani. Nuk e dia është kjo pandemia e vërtet e të rinjve shqiptar, por mbetet për tu parë, apo jo? Të pyesim pak të rinj, qa mendimi kanë? Goca, qa do bëni pa TikTok-un? Për qa do ju marrë malli më shumë? Ne s'përdorim fare TikTok, Nuk e përdorni? Jo, nuk e përdorim fare TikTokun, për shkak se ne jemi nxënëse të marrëdhënie me publikun, dhe dim shumë mirë se si është TikToku, kështu që nuk kemi përdorues të TikTokut, fatkeqësisht apo fatmirësisht. A mendoni se është zgjedhja më e mirë që ka bërë qeveria shqiptare për mbylljen e TikTokut? Patjetër që po, mendoj që shumë zgjedhje e mirë. Jo vetëm për brezin e ri, po për gjitha brezat mendoj që është një ndër zgjedhjet më të mira që po bëhet. Shpresoj të bëhet sa më shpejt. Për unë nuk e kam problem fare, se unë punë të shkoj prap. Ti punë të shkoj, nuk merresh me TikTok? Ja, nuk rrish në TikTok. Tani varet me njerëz, pasi unë kurse shpenzoj shumë kohë në TikTok, kam angazhime të tjera. Për ata që e marrin si punë në TikTok, mund të ketë pak problem. O djali, do mbyllet TikTok-u. Qa mendimi ke? Asnjë? Po ti? Nuk të shumë andale. Ua, po jo, hajde këtu, hajde. Për ne do të marrim malli më shumë të. Për ne të andales. Do të marrim malli për ju. Mendoj që është gjëja më e mirë e mundshme, fakti që do mbyllet TikTok-u, është kjo pandemia e vërtet e shqiptarëve? Besoj se po. Besoj se po? Po. Po mirë, më thuaj një argument që e vërteton që kjo është gjëja më e mirë. Pse? Po sepse në TikTok të gjithë njerëzit, domethënë, flasin me njëri tjetrin, ndodhin shumë zënga të ndryshme, edhe nga këto zënga vijnë edhe këto që ndodhin. Pra, po thuaj që është një rrjet që nxit sherrret midis të Po, po. Po mendojnë që ka Ka dhe i pjesën e mirë që mund të përdor për pjesën e marketingut, Këtë do pres, por nuk është se e përdorin gjithë për atë pjesë. Për më shumë e përdorin për përfitimet e tyre. Merë fare, nuk jam brezi aty në unë. Smeresh me TikTok fare? Mos është pak drastike, ndoshta nuk e di. Qa do i marrin malli më shumë shqiptarët për të mbyllet TikTok-u, për çfarë? Për çfarë, për ndoshta influencerat që më njihën më shumë. Do mbyllet TikTok-u, qa do bëjmë ne pa TikTok-un? Unë s'është se më intereson se kam TikTokun në server amerikan dhe kam gjithë hallin. Për qa do ju marri malli ju kur të mbyllet ky TikTok-u shqiptar? Po mirë ti boto, e merito TikTokut mbyll. Po pse emën? Se ka thënë Edi Rama. Ka thënë Edi Rama? Sa e njohur je ti për shembull? Kam 15 kënd TikTok. Ke 15 kënd TikTok? Unë 2 kam. Po mirë, dhe unë kam 15. E po kur të mbyllet TikTok-u, do kesh as 15, një do të ngelet. Nuk i rrihet pa influencat online shqiptarëve. Po ju këtu i dashkeni shumë influencerat. Jo, si do. Si do? Si do, unë s'përdor TikTok. Po se ke përdor kur TikTok-un ti? E përdor ai vit, e hoqa. Po atë një vit për çfarë përdore më shumë? Çfarë të pëlqeu më shumë? Pa miki po janë. Po ju çfarë mendoni? Ta mbyllim TikTokun apo jo? Ja, unë mendoj që TikToku nuk duhet mbyllur se ti dhe unë do ngelemi pa punë. Po jo. Se nuk është zgjidhja. Jo, mos ngel pa punë re. Se s'ngel pa punë. Po rrizun e kanë dorë Allahu, jo TikToku. Mirë, ti punon dhe me Instagrami, po prap TikToku duhet promovon. Okej. Gjithsesi, si ta bëj si të tani me dash me menaxhu shteti TikTokun e menaxhon në ndalim me punë edhe ato që ne kanë vështirë që punojnë vetëm me TikTok. Por që inshallah nuk mbyll, ta verifikojnë me dokumente edhe ato dzejgje që hyjnë kështu të verifikohet. Shiko, nga qeveria është konsideruar që TikToku është pandemia më e keqe e shqiptarëve. Unë s'mendoj kështu. Gjenjen. Sa rreni më burr. Me të drejtën, sërse do më mungoj në i gjë, kush e di. Se me të drejtën mirë bëjnë që e mbyllin. Pse mirë? Mirë bëjnë, se po rrifen, po vriten shumë beta, shumë adoleshent. Një aplikacion tjetër, qa do bëjnë pastaj? Qa do bëjnë? Se dit, marrin masat. Marrin masat? Unë për vete kam pas përdor, po të shi se përdor ma. Se përdor? Jo, e kam mbyll. Mbyllet TikTokut, mbyllet. Po pse? Po, ka lloj dhe gjëra që nuk janë të ishme. Po pse ato janë dhe në YouTube? Edhe në YouTube ta mbyllen. Pse s'dilni bëni një protest ju, mos të mbyllet TikToku? Po, nuk bëjmë protest nga që shikojmë që edhe adoleshentët sotëm konfliktet për TikTokut po vinë. Prandaj nuk. Ka dhe gjërat mira TikToku. Po aq mira aq të këqija. Si problemi TikTokut, ajo janë edhe rrjetet sociale të tjera, s'është vetëm TikToku. E vërtet. Do mbylli të gjitha, Instagram, Facebook. Si mbyll dot?
Për çfarë mendon që do t'i marrë më shumë malli njerëzit kur të mbyllet TikToku? Përfshirë edhe ty. Për influencat e vetë të famshëm që ndodhen në TikTok, sepse pjesa më e madhe e influencave përdorin TikTokun dhe jo mjetet e tjera sociale. Ándale!